Kalojmë tek pika e dytë. Aqa përdoret në tualet, besoj. Po është dëmshëm për shëndetin tonë. Cilat janë gabimet që bëjmë ne në pastrimin e tualetit? Sa shpesh duhet pastrohet tualeti, çfarë nuk duhet bërë gjatë pastrimit të tualetit, e të tjerë e të tjerë. Unë e shoh edhe nga ndjekësit e mirë reagimin që marr, pra nuk e kuptojnë dot që nuk duhet të lash tualetin me ujë të bollë që mirë e para. Sepse ç'a ndodh? Sprekasin çdo gjë, marrin atë muret gjitha dhe marrin atë të dushit edhe vetëm ujë. Edhe ato të kabinën e dushit? Gjithçka, vetëm me ujë. Ndërkohë uji që i bollshëm që i hedhin nëpër tualetë don shumë kohë që ta shplajnë. Edhe i lodh më shumë, edhe fund fare nuk pastron, po edhe dëmton. Dëmton fugat e pllakës, dëmton cepat e dyreve, parketin te dera ku ndan me tualetin. Dhe këto nuk i mendojnë. Ndërkohë zënët thonë që ne pastrojmë më mirë kështu. Dhe kjo është mënyra e gabuar. Nuk pastrohet sot me ujë të bollshëm, por vetëm me piceta. Spucatore, sprekat, nëse ka kalk, duhet marrësh detergjentin e dur, po jo që t'jeti dëmtueshëm për njeriu edhe për materialet që ka tualeti brenda, dhe ndërkohë vetëm me piceta ke mbaruar punë. Nis nga kabina e dushit dhe përfundon te dera, sepse ndodh edhe kjo që e nisi nga dera, lavamanin, biden, ndërkohë vjen te kabina e dushit dhe bën humbin kohë brenda në tualet, ndërkohë nis nga kabina e dushit, i merr me radhë edhe del jashtë. Sepse s'mund të bëhet bideja para pas kabina e dushit, edhe për shkak të leckave, të cilat sipas ngjyrave kanë edhe ato, e kemi trajtuar edhe një herë tjetër në ambientet tuaja të biznesit. Duhet të kodifikimet e ndara, të kuqet janë për tualetin, se tregon rrezikshmëri, picetat mos ngatarohen te tualeti që mos dalin në dhomë ose në kuzhinë, s'mund të marrësh tualetin tani, picetën e tualetit dhe të lash kuzhinën, se ke marrë mikrobet dhe bakteret, i ke çuar në kuzhinë, kështu që janë gjëra që i ndan me zona. A është zgjidhje që po përdor ujë të nxehtë, sepse me ujin e nxehtë po largoj të gjitha mikrobet nga tualeti? Unë rekomandoj shpeshherë. Ujë i nxehtë deri diku. Më fal, doja të pyesja për ujin e nxehtë edhe tek larja e parketit. Nuk duhet me ujë të nxehtë parketi. Keni kujdes, se kam bërë dhe unë këtë gabim, po fillon dhe dëmton më keq. Dëmton dhe i heq madje edhe shkëlqimin lart. Po, edhe heq edhe shkëlqimin e drejtë. Uji i nxehtë mund të përdorësh në tualet, por në disa vende, jo në gjithë tualetin. Madje uji i nxehtë heq edhe pa pasur kollaj dhe pa përdorur detergjent. Se shpesh herë pastaj në shtëpi edhe në biznes i kanë gjitha ujin e nxehtë që mund ta përdorin dhe ul koston e fërkimit që do të bëjnë zonjat, pra nuk lodhen, por ul koston edhe detergjenteve që ti përdor, pra te produkteve që përdor. E kuptova. Pra është zgjidhje. Po jo shumë që të përdorësh çdo gjë në tualet, se ka një gjë që mund ta shkatrosh. Duhet shumë detergjent në tualet apo një? Vetëm një. Rekomandoj. Vetëm një. Vetëm një ke mbaruar. Një detergjent ke mbaruar punë me gjithë. Me një detergjent ke mbaruar punë. Edhe pllakat, edhe çdo gjë. Mjafton të jetë produkti që është vetëm për tualetin, vetëm me një, të jetë universal, të ketë pH acidi deri diku, po jo i dëmshëm për inokset, dhe ke mbaruar çdo gjë që ka tualeti vetëm me një detergjent. Gjithmonë te profesionale. Gjithmonë, edhe duke patur parasysh çfarë uji na vjen në robinet, nëse ai uji është glicirol dhe kalk dhe që zë ato. Niki sa bukur e the. Zonja tani çfarë bën? Hedhin detergjent për të heqë kriprat e kabinës dushit. Okej? Pra ai uji ka këto kripra. Ndërkohë hedhin prap ujë me pas. Edhe ndërkohë bën një proces edhe 3 herë. Prandaj unë them që nëse përdor atin kalk të mirë, vetëm me piceta ke marrë punë. Po. Dhe edhe sikur e bën këtë gabim, të paktën të thahet kam përshtypjen apo jo, me një duhet ta thajmë me picetën e dur, janë picetat duhet të jenë 2 ngjyra. Një mikrofibër pambuku për lavamanet edhe hidrosanitare që janë, dhe një e kuqe prapë për xhama. Se tualeti tani, me thënë drejtën, po e them kështu, është përdorur dhe është bërë dhe si zyrë. Ke njerëzit me libër, me telefon, me libër ku ta gjesh, po me telefon, me orë të tëra në tualet. Fiks, është vërtet, kështu që kalojmë edhe shumë kohë tani. Duhet të higienik, duhet të jetë i pastër, të jetë një ambient i këndshëm. Duhet të jetë perfekt. Po që gjithsesi është i dëmshëm, se po bëjmë të djemt, se mos me një familje të madhe, dhe ka paku i bides, sa herë që frekuentohet nga një person, duhet të ulur, ta ulësh edhe të shtypesh. Po, kjo është vërtet, sepse mikrobet përhapen në ambientin dhe mund të kesh një fuqe dhëmbësh, mund të kesh një gjë që mund ta përdorësh fytyrë ose diçka tjetër, edhe mund të marrësh shumë mikrobe dhe baktere me shpim. Po një biznes Po këto, se kam ca pyetje dhe ngacmime, këto qeset që vendosen nëpër tualetet e lokaleve, janë vërtet higjienike, duhet përdoren, ose mund t'i marrim dhe me vete kur shkojmë për shembull? Po thua për qeset e bides. Qeset e bides, po. Janë, por ka qenë më shumë si trend në kohën e Covidit, nuk është janë edhe aq efikase. Mjafton që të jetë pastruar e mirë ke mbaruar punë. Ato janë sa për show ndonjëherë, që vendosin qese.